Ministri i jashtëm i Greqisë, Venizelos, mbërrin sot në Beograd si kryetari i Këshillit të Ministrave të Bashkimit Evropian. Në takim me zyrtarët e lartë të shtetit serb, ai do të bisedojë për përparimin e Serbisë në rrugën e integrimit evropian, për situatën në rajon dhe marrëdhëniet dypalshe, raportojnë mediat. Të mërkurën Venizelos do të qëndrojë edhe në Prishtinë. Greqia, e cila mban presidencën e radhës të Bashkimit Evropian, është njëri nga 5 vendet anëtare të bllokut që nuk e kanë njohur ende pavarësinë e Kosovës. Në kuadër të turneut rajonal, Venizelos do të qëndrojë edhe në Shqipëri, Maltëzi, Bosnjë dhe Maqedoni. Ndalesa në Shqipëri do të jetë menjëherë pas vizitës në Kosovë, më 20 shkurt. Kjo është hera e parë që zëvendës kryeministri grek zhvillon vizitë në Tiranë, pas marrjes nga Greqia të presidencës së Bashkimit Evropian, ndërkohë që Shqipëria pret në qershor marrjen e statusit të vendit kandidat. Gjatë vizitës së tij në Tiranë, zyrtari i lartë grek do të takohet me krerët më të lartë të shtetit dhe të politikës shqiptare, ku në fokus të takimeve do të jetë procesi i integrimit të Shqipërisë në Bashkimin Evropian.